Shërbesa e diakonisë është themeluar nga Zoti nëpërmjet apostujve. Në kish ne kemi 3 gradat priftërisë. Kemi diakonin, priftin dhe episkopin. Dhe kisha fillon me diakonin, sepse fillon me shërbimin. Nëse dikush nuk do jetë diakon, nuk mund bëhet dot as prift dhe as episkop, sepse detyra priftërore është për të shërbyer. Dhe detyra e diakonit është e rëndësishme. Ai ndihmon priftin dhe episkopin në shërbesën e tij. Duhet jetë ruajtësi dhe i lutjes së priftit dhe të episkopit. Sepse nëse prifti dhe episkopi do luten dhe do kenë mendjen tek lutja, diaku duhet jetë shumë i kujdesshëm për të marrë me gjërat e tjera për ta ndihmuar. Në fillim, diakonia ishte për të ndihmuar në tryezat për shërbyer njerëzve që ishin të varfër. Më vonë ushtri dhe në planin liturgjik, në atë që është sot, që shërbehet njerëzve, i shërben altarit dhe i shërben të gjithëve. Dhe cilësitë e diakut janë, siç thohet për Shën Stefanin, diakun e parë dhe martirin e parë. Thotë ishte një njeri me dëshmi të mirë dhe i mbushur me shpirtin e shenjtë. Nëse ne nuk do mbushemi me shpirtin e shenjtë, nuk mund ta pastrojmë zemrën. E nëse nuk pastrojmë zemrën, nuk mund ndihmojmë njerëzit e tjerë. Prandaj dhe lutju Perëndis që dërgoj shpirtin e shenjtë e të jetë gjithmonë i pranishëm në shërbesën tënde. Dhe ungjilli i sotëm ndoshta është më i rëndësishmi për gjithë secilin nga ne që është në kish, qofshin laik dhe klerik. Së pari na thotë që kandili i trupit është syri. E nëse syri është i pastër, gjithçka është e pastër. E nëse syri nuk është i pastër, gjithçka kthehet në errësirë. Po Zoti nuk e ka fjalën thjesht për syrin fizik, po e ka për syrin shpirtëror, për pastërtinë e mendjes dhe të zemrës. Nëse ne nuk i kemi mendjen e pastër, edhe njerëzit e tjerë nuk i shohim në mirë, sepse jemi në errësirë. Dhe shpesh herë ne projektojmë tek të tjerët ato gjëra që i kemi vetë. Një njeri që është i mirë mundohet të shkojë mirësinë kudo. E njeri që ka zemër të keqe mundohet të shohë të keqen ke gjithë të tjerët. Prandaj në këtë detyrë duhet pastruar zemra. E duke pasur zemrën e pastër, do kërkosh të mirën tek gjithë njerëzit e tjerë. Dhe Zoti sot na thotë dhe një fjalë shumë të rëndësishme. Nuk mund të shërbejmë dot dy zotërive, edhe Zotit edhe botës. Nëse marrim pjesë e përgatitemi për të shërbyer Zotit, duhet të heqim dorë nga gjërat e botës, pasuritë, pushtetet, lavditë e kota e gjithçka tjetër që e sundon botën e sotme, sepse është e pamundur të shërbesh dy zotërive. Sytë, nëse nuk përqendrohen në një vend, nuk funksionojnë dot. Nëse sy është majtas dhe tjetri djathtas, ai nuk sheh fare. Nëse një këmbë hikën në një krah dhe këmba tjetër në krahun tjetër, nuk mund të thosh dot. E njëjta gjë është në jetën shpirtërore. Përpiqu të shërbesh Zotit me gjithë fuqinë tënde, me gjithë mendjen tënde, me gjithë shpirtin tënd. A nëse do bëjmë këto gjëra, Zoti do na shpërblejë duke dërguar hijen e Shpirtit të Shenjtë e duke na mbrojtur nga çdo e keqe. Mbas pak do thirrësh në altar për të filluar shërbesën tënde si diakon. Edhe uroj që kjo shërbesë të vazhdojë vazhdimisht në çfarë do lloj pozicioni që do jesh në jetën tënde. Dhe ju kërkoj të gjithëve ju, le të luteni për diakonin e ri. Kisha ka nevojë për lutjet e besimtarëve. Të gjithë klerikët ka nevojë për lutjet e besimtarëve, sepse lutja e fuqishme ndaj Zotit gjithmonë nuk kthehet duar bosh. Perëndia do të dëgjojë lutjen tonë nëse e bëjmë me zemër dhe e bëjmë me gjithë shpirt. Uroj që Perëndia ta bekojë diakonin e ri, e ta ndriçojë, e ta mbrojë nga çdo gjë. Amin.